Vëllezër dhe motra, si që thash dhe në fillim, pra nga të gjitha trojet etnike janë bërë bashkë sot, të gjitha të gjymëtyrë e lisit kombëtar shqiptar. Këtu në sheshin Gjergj Kastrioti i Skënderbeu, në sheshin e Mojsiu ton. Ashtu si që kishte shpatën magjike Mojsiu, shkopin magjik, edhe shpata Gjergj Kastriotit ishte si shkopi magjik i Mojsiu. E sigurisht, pra në këtë shesh, ne jemi mbledhur për të bërë një beslidhje. Ajo beslidhje është beslidhja e botës shqiptare për të mbrojtur UÇK-n e lavdishme. Dhe kjo beslidhje është përballë botës serbe të shpallur nga slavët. Dhe ajo që na ka bërë bashkë është UÇK-ja, pra UÇK-ja e lavdishme, e cila ka nënshkruar faqen më të lavdishme të historisë tonë kombëtare. Që ditën që lindi, shtypi e quajti nëndori i tretë të shqiptarëve. Por sot, çlirimtarët ndodhen në Hag me akuza të fabrikura, ndërmarrje e përbashkët kriminale. S'ka gjë më absurde. Ndaj sot ne jemi mbledhur për të mbrojtur të drejtën tonë, kauzën e drejtë të ushtrisë shqiptare. Të gjithë së bashku, UÇK! UÇK! Më fort, të fort! UÇK! Liri për shqiptarë! Hashim Thaçi! Kadri Veseli! Jakub Krasniqi! Recep Selivi! Të gjithë së bashku sot, ne jemi kom shqiptar, nuk ka kom kosovar, kemi lindur shqiptar e do vdesim shqiptar. Prandaj këtu, jemi mbledhur për një beslidhje të re të shqiptarëve. Gjikon një histori, dhe historia jonë është UÇK-ja e lavdishme. Sot, kësaj proteste, jesh bashkangjitur dhe nga Maqedonia e Veriut me ngryje sfinktin e qendresës Ali Ahmeti. Ata e kanë mbyllur fushatën me ekrane, sepse është një fushatë më e madhe, fushata kombëtare për të mbrojtur UÇK-n e lavdishme. UÇK! 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 Liri për shqiptarë! Edhe unë jam UÇK! Edhe unë jam UÇK! Një kom UÇK! Një kom! Një kom, një histori! Ky tubim është në vigjilje të lumturimit të shëjtores tonë, lapsit në dorën e Zotit, nën Terezës. Pra kemi dhe bekimin nga shkupi Taktan, nga simboli jonë nën Tereza, në këtë betejë, e cila dhe në ditët e fundit saj, i lutej Bill Clintonit, bëni diçka për kombin tim. Edhe në vitin e mbrapsht të 97, lutej për shqiptarët. E Bill Clintoni i tha, unë e kreva të tyren, tani është koha të lutesh ti për mua, të varri nën Terezës. Para se të hynin luftë, Aleksandri Madh, Piroja Pirit, Gjergj Kastrioti i Skënderbeu kërcenin. Kurse komandanti legjendar, Artem Jashari, ra duke kënduar Mersajezën shqiptare, më i Shqipëri mos thuj Marova, se t'jem du hala e në gjallë, ka vështue rreth Kosova e bën luftën ballë për ballë. Ju bashkuan dhe shumë shqiptar nga Shqipëria, që nga Tahir Sinani nga Malësia Gjakovës, Ingrid Sara, komandant Kavaja, Skendilajt Lagami. Sigurisht për të folur në emër të familjeve të dëshmorëve, por dhe të shoqatës Tirana si mikpritëse, grupi organizator ka caktuar të përshëndes zotin Rushdi Keqi, ish prefekt i Tiranës, kryetari i shoqatës Tirana. Të dashur qytetarë të Tiranës, të nderuar pjesëmarrës, të respektuar vëllezër e motra nga gjithë trevat shqiptare. Sot jemi mbledhur këtu në Tiranë, në këtë qytet që ka qenë gjithmonë zemra e kombit, për të nderuar luftën e drejtë dhe të shenjtë të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Jemi këtu për të nderuar gjakun e dëshmorëve që me sakrificën e tyre i dhanë jetë lirisë së Kosovës dhe krenarisë shqiptare. Tirana ndër vite ka qenë djepi mikpritjes dhe i bashkimit kombëtar.
Ky qytet i ka hapur zemrën çdo shqiptari që ka ardhur nga çdo tregg, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Në vitin 1999, kur Kosova përjetonte ditët më të errëta të luftës, Tirana u bë dritë shprese. Qytetarët e saj priten me zemërsi qindra dhe mijëra kosovar që u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre prej gjenocidit serb. Në ato ditë, Tirana tregoi se nuk është thjesht kryeqyteti i Shqipërisë, por kryeqyteti i shpirtit shqiptar. Por Tirana nuk qëndroi vetëm si mikpritse. Nga kjo tokë dolën bitë që u bashkuan UÇK-s, që morën pushkën dhe shkuan në vijën e parë të frontit për të luftuar për lirinë e Kosovës dhe më vonë edhe për lirinë e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Midis tyre është dëshmori Skënderbej Llagami, biri heroik i Tiranës, që luftoi me nder në radhët e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të ushtrisë shqiptare kombëtare në Maqedoni. Edhe ra heroikisht për lirinë e kombit. Emri i tij do të kujtohet përjetësisht si shembull i guximit, atë dhe dashurisë dhe idealit të bashkimit shqiptar. Sot, teksa nderojmë dëshmorët tanë, nuk mund të mos ngrep zërin edhe për 4 udhëheqësit e UÇK-s, Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krestriqin dhe Recep Selimin, që mbahen padrejtisht në burgun e Hakës. Ata nuk janë kriminal, por simbolet e lirisë dhe qëndresës shqiptare. Drejtësia ndërkombëtare nuk mund të mbyll syt përballë së vërtetës historike. UÇK-ja nuk ishte organizatë kriminale, por ushtria e një populli të shtypur që luftoi për ekzistencë, dinjitet dhe liri. Le ta përsjellim sot nga Tirana këtë mesazh të qartë. Shqiptarët janë një në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni të Veriut dhe në çdo cep të botës. Kauza e UÇK-s ishte kauza e kombit dhe kujtesa për të do të mbetet gjallë për jetë në historinë tonë. Lavdi dëshmorëve të UÇK-s, lavdi dëshmorit të Tiranës dhe herojit Skënderbej Llagami, liri dhe drejtësi për udhëheqësit të UÇK-s. Rrov Tirana e mikpritjes dhe bashkimit kombëtar. Rrov Kosova e lirë, rrov Shqipëria. Këshilli organizativ i kërkoi koordinatorit ton, mikut ton Shkelqim Hajdari, ta ftonte një figurë emblematike gati një shekull jetë. Dhe ai tha, nuk jam mirë me shëndet, por dhe në mbeça aty do të vi. Presidenti Alfred Pajisiu. Dhe tani presidentin do të presim si që ka hije. Të dashur qytetar të Tiranës, Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Preshevës dhe Malit të Zi. Të dashur bashkanës, sot jemi mbledhur këtu në zemrën e Tiranës. Jemi mbledhur për të mbrojtur dignitetin tonë kombëtar. Jemi këtu për të ngritur zërin kundër padrejtisë që po bëhet bive më të mirë të Kosovës dhe të kombit shqiptar. Luftarëve të UÇK-s do si luftuan për lirinë e veut. Në vitin 2022, me 29 shtator, bashkë me presidentit Recep Mejdani, Bamir Topi, Recep Pacolli dhe ish kryeministin Paderi Majko ishin në Hagë.
në dhomat e paraburrimit për takuar personalisht me presidentin Thaçi, me Jakub Persigin, Ali Veseli dhe Recep Selimi. Bisedë me këta burra kuptova dhe pash se ata trima nuk ishin friksuar, por burrat fort që ndronin të qetë, të gatshëm për të sakrifikuar, për të pasuar luftën e UÇK-s, si dhe gjithë popullit kosovar. Nga njollat që padelsisht po përpiqen të japin ata që nuk ja duan të mirës shqiptarëve. Ata nuk kanë kryer krime, por kanë bërë detyrën më të lartë të një historia bashkëkohore, qërimin e Kosovës dhe mbrojtjen e popullit të vet. Unë besoj se drejtësia do bëjë detyrën e saj e do të jetë krahun e 4 rëndësishme të UÇK-s. Ata e përgosur pa prova, me akuza të fabrikuara në qarqe dhe erda serberuse, që përpiqet gjokosit luftën për çlimin e Kosovës. Duhet të theksoj, në fakt të rëndësishëm, se lufta e UÇK-s u mbështet fuqishëm nga NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe nga partnerët e rëndësishëm perëndimor. Në të kuadër dëshmitarët zyrtar amerikan që po dëmtojnë dhe që po dëshmojnë në gjykat, po sjellin prova dhe fakte që vërtetojnë fatkeqësisht pafajësinë e udhëheqësisë të UÇK-s. Këto janë dëshmi të qarta se ata nuk ishin kriminal, por komandantë e udhëheqës të ushtrisë qeveritare të ligjshme për mbrojtjen e popullit tyre, pavarësisht trojave shqiptare dhe idealeve të rinisë. Dëshiroj të them se shqiptarët historikisht njihen si luftarë dhe kanë luftuar në shekuj, por 3 raste janë që shqiptarët kanë luftuar për vete. Në kohën e Skënderbeut, gjatë luftës së dytë botërore dhe UÇK-ja. Dashur miq, është koha që të mos heshtin, po të ngrim zëj, seminar për të mbrojtur veten tonë dhe sakrificat që njerëzit tanë kanë bërë. Nuk mund të pranojmë dhe as të lejojmë të ne përkembet gjaku i shqiptarëve. Pra, liria e Kosovës nuk është dhurat, ajo është fituar me gjak, me sakrifica, me vendosmëri. Ndaj sot më shumë se kur, ne duhet jemi të vendosur dhe të bashkuar për të mbrojtur tartet e këmbit tonë shumë të vojtur në shekuj. I me thirrje drejtësisë që tregoj veten për të bërë mësim për gjithë. Lavdi të shformët të UÇK-s. Liri të kushtet të UÇK-s. Zoti të koftë Kosovën, Zoti e bekoftë Shqipërinë. Dhe tani do të ftojmë një aktor të madh, mjeshtër i madh, i cili është një veprimtar i madh i çështjes kombëtare shqiptare dhe i ka rënë kryqi tërëthor trojave etnike me aktivitetin e Unionit Artistik të Kombit Shqiptar. Llesh Nikolla, zgjohu Kosovë. Zgjohu Kosovë. Zgjohu
nëna ime e dashur, balli dhe emri mi shkelur, apo e ndjen vajin tim, apo e she, si ti kam ngullur syt, mu në zemër, mu në shpirt, si ti kam edhur duart rreth e belit për të përqafuar unë ashtë yt. Zgjohoj, sonde, të gjithë po largohen. Këtë vatër, kush pëdhelen? Qëm të gjurë në gjaku, në përfytyrën tënde, të varre murana rreth shtëpisime, zgjohu Kosovë. Sonde, vetëm beta, e ndert konakut, askush s'po troket më. Po mirë, thua, vdekur jam, e harruan të troje Zuka Gjaku, thua më shkim burisja e mbyllur dera e konakut, bota në tynet kallet, Kosova porënkon, peshojeni mirë këtë emër, peshojeni mirë këto varre, kërkojnë hakmarrje, po! Hakmarrjen unë nuk e njija, ma mësove ti, si qenë henjeri, kur dasmës mi hoqe flamurin, e qyqe, mi lej nuset e reja, këngën mandale mbi djeba, e me përzure mira njerëz. Janë mëkatet rënda trushe, ku t'i qojnë? As të nesmit e lavdishëm, as rilina si pranojnë. Të vdekurit në varrës rasin, ku është liria? Trenisa thërret, ku është rinia? Rilina si thrasin, ku është pavarësia? Europë, mëj bukuri e vetës tënde. Po, se shikon me sy, se s'pej herë me zemër. A e ke pyetur vetën ndonjë herë, mëj Europë? Po të vinte shkjau, ta bante Londrën në grop, një lagjet e vetme, të dishe në Roma, Paris, do rjeti pa e qarë qiellin përmitis? Jo! Ti mund t'jekish një fshat, mund shembesh një krahin, po një Kosovë të tërë nuk e shem dot. A mund të shembe të valë një kështjellë shërimtarësh që në themel s'ka kur, por zemra kosovarësh? Kosova jeton, Kosova gjallon, liria ka emër. Dua të ju bëj një propozim publik, sepse përveç thirrjeve e bëritjeve tuaja duhen dhe aktet. Unë I propozoj publikisht Presidentit të Republikës së Shqipërisë, zotit Bajram Begaj, që gjep që ndodhen Hag të nderohen me urdhrin e flamurit. I propozoj Presidentit të Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, të nderojnë me titullin më të lartë, drejt që ja jep kushtetuta. Gjithashtu dhe Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve të Malizzi e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve të Preshevës. Pra, kjo të shmon se jemi një kombë e kemi një histori. Raftu që këja! Njëri për shrimtar! Jo po drejtësinë
Të dashur bashkëlufttar, bashkëveprimtar e atletar, invalid luftës, familje të dëshmorëve, dashur rysni, gjavit të gjithë ju, ushtar të lirisë, falënderit Shqipëri, falënderit nënë, na ke drejtu e na ke pris si nana bi. Dhe doja të përshëndes generalin e luftës e të paqes, presidentin Alfred Mojsiu, shkrimtarin që ka dalë këtu me një shekull në shpatull për të solidarizu me luftarët e lirisë, sepse vetë ka qenë luftar i lirisë. Ndëruar bashkombas, shoqata të Shqipërisë, shoqata të Tiranës, për organizimin dhe kontributin që jepni në këtë fush për drejtësi. Të nderuar atletar të ardhur nga të gjitha trojët shqiptare përballë shtatit të lartë të kryegeneralit kombit Gjergj Kastriotit në Tiranën tonë. Nderuar organizator, të dashur drejtues të institucioneve të Republikës Shqipërisë, sot jemi bashkë në Tiranë, Prishtina, e Shkupi dhe kështu qofshim për herë. Dje nga sheshi Skënderbeu në Prishtinë, e sot nga sheshi Skënderbeu në Tiranë dhe nesër nga sheshi Skënderbeu në Shkup. Po ngrisin zëri për drejtësi, për respekt, për njohje të luftës sonë të drejtë, për pragun e shtëpisë, për liri e demokraci, për pavarësi dhe miqësi me Amerikën dhe Europën. Dashur vëllezër e motra, t'i themi gjëra troq, zanafilla e gjykatës speciale të Kosovës është në raportime trilluese ruso-sërbe për trafikim organesh që bëri buj padrejtësisht në botë. Këtë çështje inekzistente që doli nga kuzhinat e shërbimeve serbe me institucione ruse e hetoj edhe tribunali i Hagës dhe konstatoj që nuk është e vërtet dhe mbylli hetimin. Kohë më pas, Dik Marti e riaktualizoi mediatikisht këtë temë përsëri me porosi ruso-sërbe dhe inicoi miratimin e raportit në Këshillin e Europës që detyroi themelimin e gjykatës për të hetuar trafikimin e trilluar të organeve. Pra, kjo gjykatë u themelua që të zbardh pretendimet për trafikim organesh në mandat nga 1 janar 1998 deri më 31 dhjetor 2000. Kjo gjykatë u themelua nga vetë Kosova me qëllim që t'ja pamundson Serbisë që në përmjet Rusisë ta themeloj atë në Këshillin e Sigurimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe ta rikthej UNMIK-un, ku Rusia ka të drejtë vetoje. Kur u hetua dhe u kuptua që çdo gjë ishte një trillim propagandues për ta nxirrë imazhin e luftës tonë çlirimtare, prokuroria nxitoi dhe përpiloi një akt akuz tjetër
mu në ditën kur në Washington, në prezencën e presidentit Trump, duheshte të nënshkruhet marrëveshja për njohje të ndërsjellë midis Kosovës dhe Serbisë dhe përfundim të asmërisë shekullore, pandarje dhe shkëmbim territoresh. Sot, të gjithë jemi dëshmitar se akt akuza s'ka të bëj me trafikim organesh, por është një reciklimi i akuzave të mëhershme ndaj Ramushit, e Fatmirit dhe të tjerëve. Sot, ata po gjykohen si çlirimtar, si njerëz që kanë kapur pushkën për të mbrojtur pragun e shtëpisë dhe popullin e vet nga gjenocidi serb. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka respektuar të gjitha konventat ndërkombëtare për luftë dhe asnjëherë nuk ka shkelur ligjet e luftës. Kjo u dëshmua në të gjitha gjykimet e derisotme nga gjykata ndërkombëtare e vendore. Kjo u dëshmua fuqishëm edhe nga dëshmitë amerikane, britanike në Haag. Gjykimi shfaqi botërisht që ushtria çlirimtare e Kosovës ishte partnere e NATO-s, Amerikës dhe Evropës. Dëshmitë konfirmuan që ne ishim dhe jemi partner të Washingtonit dhe Brukselit. Prandaj, liria Hashimit, Kadriut, Jakupit, Recepit dhe të tjerëve është e vonuar dhe duhet të vi me njëherë pa asnjë vonesë shtesë. Por, vëllezër e motra, dua para jush të adresoj edhe një shqetësim. Ka akoma në mesin tonë që pavetëdijshëm i shërbejnë agjendave ruso-serbe në marrëdhënien ndërshqiptare dhe ndjellin ndasi duke shpërndar propagandën dashakeqe pa qenë fare të vetëdijshëm që po i shërbejnë Beogradit dhe Moskës. Liria e Kosovës nuk është arenë për politika individuale, partijake dhe zgjedhore. Liria e Kosovës nuk është fushë pjellore për ndasi ndërshqiptare. Të dashur shqiptarët e mi, ne duhet të bashkohemi, ne duhet të bëhemi bashkë, ashtu si që bashkuam për Kosovën Republikë, për Shqipërinë demokratike në NATO dhe në Bashkimin Evropian, për shqiptarët e barabartë në një Maqedoni euroatlantike, për të drejtat e shqiptarëve në luginë e Maltëzi. Ashtu duhet të bashkohemi edhe për lirinë e çlirimtarëve dhe dinjitetin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nderuar vëllezër e motra, edhe njëherë, nga zemra, respekt në përjetësi, nënës Shqipëri, të gjithë ju, ushtarë, e ushtare të ushtrisë çlirimtare, edhe unë jam UÇK. Faleminderit për praninë tuaj. Faleminderit. Ata në akuzojnë ne
se kemi mbrojtur veten tonë, sepse kemi të drejtën hyjnore për ta mbrojtur veten. 100 vrasje masive i kanë bërë në Kosovë. 74 vrasje të regjistruara. Vrasje të tmerrshme, si masakra e Çakut, masakrimi i familjes Adem Jasharit, e Likoshanit, e Izbisës, e Burgut të Braves, e Krushës Madhe, e Podujevës, e Prishtinës, 74 masakra njerëzore. Dhe fantazia tyre kriminale ka kaluar përtej imagjinatës njerëzore. Kanë zhvarrosur viktimat e varrosura në mënyrë kolektive për të zhdukur gjurmët e krimit. Por ne jemi këtu për të thënë, do qëndrojmë, sepse jemi një kom, një histori, s'ka më loj me shqiptarët. Dhe beshtidhja janë është tu. Tek Gjergj Kastrioti Skënderbeu, anti-kombi, simboli shtetëror kombëtar. Ai që udhëhoqi shtetin e përqendruar Arbresh. Kam një mik qikari nga Vlora, Toborlelo. Ai do këndoj këtu në skenë. Nga Vlora Ismail Qemajlit. Do në përqillë ca vargje direkt nga skena. Ta presim me duar tërgjitje. Ku janë duar tërgjitjet? Ku që ka? Lavdit është morë në të kombit. Komandant Tigri, që nisi betejën nga Balësia Gjakovës në Kosovë, prej shef e Ran Vaksinës të Maqedonisë Veriut, thot, dëshmor apo jo. Si të duani, me quani. Por amanetin vëllezër, marruani. Pra amaneti i komandant Tigrit e gjithë dëshmorët lirisë janë gjemtan në Hag. Liri për shërimtarët. U që ka? Jo pa drejtësi në armën tim. Protesta jo nuk marrën tu. Ne të vazhdojmë në të përsëri, në të gjitha trojet etnike dhe në diasporë. Unë dua të përshëndes, para se që kaloj fjalën, tifozët Kuqezi. A e pat çfarë ndodhi mrekullia hijnore. Shqiponja i të bëroj sërbët, edhe së gjumë për tistin brindin i shqiptar. Respekt dhe mirënjohje për tifozët Kuqezi që festuan në këngën e komandantit legjendar Adem Jashari. U që ka! U që ka! U që ka! Pra, Shqiponja u këthyrë vëne. Aty në nish, në vitin 1878, 1880, 700 shatra i ka dëbuar me dhunë Serbia, 70.000 vjet i ka vrarë. Dhe kombëtarja Kuqezi e ktheu folen në e ktheu Shqiponjën në fole. Respekt dhe mirënjohje pra për ekipin kombëtar. Toborlelo. Nga Labëria, atje ku buron trimëria, atje ku bota palos është ardhën e Shqipërisë, Labëria dhe Dardania janë në simetri të plotë. Do zëmër shqiptari, re sot në Tirano, ushtri qlirimtare, flamurit Dardano. Liri qlirimtarve, Jakupi Ashimi, rejri flamurtarve, Recepi Selimi, ne të gjithë të jemi, por të bashkuar, këngët lirimtare janë trashokuar, në breza kalitur, me gjak është vatitur, toka jonë Dardane, kapetan ka rritur, ushtri shlirimtare, ikon kombi mbeti, këtu midis neve, fletalia me ti. Liri shlirimtarve, liria ka emër
I kemi të shkruar në zemra. Kur UÇK, 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 pa ky shes i bëjmë thirrje ose dëgjojmë zërin e atit ton. Gjergj Kastriot Skënderbeu, ngreu ati jonë ngreu, ngjisi armët edhe ktheu, se Evropa na zgënjeu, Ballkani në 5 na preu, Çamri na rëmbeu, Dardania zjarë shpërtheu, flamuri në qak e leu, ngreu o atë mbi dal Geval. Kur Shqiponja ka shumë blag, trima tanë dergje në hag, liri që lirimtarve. Ne nuk do të ndalim protestën tonë dhe do t'jemi edhe me shumë numër. Do të vazhdojmë marshimin tonë në Shkup e në mbarë trojët e dike, por përsërin e diasporë. Liri për shlirimtarët! UÇK! UÇK zemra jonë! Liri për shlirimtarët! Jo pa drejtësi në armendim! Unë dua të përshëndes grupin organizator që kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm për arritjen e kësaj proteste madhështore më të madhe në histori. Të gjitha shoqatat patriotike që ju bashkangjiten dhe mbështeten organizatat e dalë nga lufta. Kam edhe një përshëndetje të veçantë për zotin Ferdinand Shamarxhi. Zotëria ka qenë kontakt me gjitha mediat, pra falenderoj mediat nga gjitha hapësira etnike shqiptare që kanë qenë sot këtu për të përcjellur mesazhin për mbar botën. Respekt e milioje për gjitha ata që kanë punuar gjatë gjithë këtyre ditëve për të realizuar këtë protestë madhështore. Rroft kombi shqiptar, rroft Shqipëria etnike. Një kom, një histori. Një kom, një histori. E atëherë pra, unë do të përfundoj me poetin e madh Gjergj Fishta. Ende s'ka mbaruar lufta, sepse edhe betejë për paqen luftash në kamp shqiptar. E mos qulshoj jo zemra, se kur se si s'ka një më thyre, se fort me rënd është kam a shkallë koktrash, se guri varit krye. Kam pra shqiptar ku shkane, ne mos mund shqiptar me met, shqiptar në të hyllë dhe. Trima të UÇK-s, që dhan jetët, dëshmuan se me shtrejt, se jetë atyre, se familja atyre, është atë dheu. Pra, në emër të atë dheu, sot të bëjmë të gjithë bashkë, atë dheu do t'jetë në mbështetje të ushtarëve që ndodhën, të çlirimtarëve që ndodhen në Hag. Liri për çlirimtarët! Liri për çlirimtarët! UÇK! Unë jam UÇK! Faleminderit shumë! Respekt të milioje për të gjithë ju që keni marshuar nga gjitha